Fjala fesad në shumë krajina e përdoret edhe në mushaf fjala fesad. Rronja e kësaj fjale përmendet 50 herë në 24 forma të ndryshme dhe bëhet fjalë e përkthen nga tresa. Zakonisht nga tresat vinë kur ka korrupsion, rishvet, se zakonisht riba u përkthejnë juve kamot. Unë i këmë thonë se riba nuk është kamot, është rishvet, kurse nuk mundet me pas rishvet pa pas korrupsion. Dhe titulli është vetëm nisje për çka kena me diskutu në mujt e ardhshëm vijim. Kema na me fol për pendën e dibrireshit, sebepin. Fjallën sebep ju e kuptoni se e përdorim edhe në gjuhën shqipe, nuk do t'hi në etimologji zbërthim, po du t'ju them se fjala sebep në Kur'an përdoret, rronja e kësaj fjale përdoret dikon 11 herë në 8 forma të ndryshme dhe është interesant të surja e 18, surja Kehf në lidhje me Dhulkarnenin ka ardhur 4 herë. Normal përkthimet e keni katastrofale, me një vend e keni të Sherif Ahmeti e keni si mundësi, kurse të Fatime e e keni si shkas, por sebepi apo këto që mirën me filozofi shkaku i kauzalitetit. Tani, një kohë gjatë ne kemi ndërtu kornizën tonë dhe ne kemi pa tjetër të ndohemi dhe të shpëtojmë nga Yexhuj Mexhuji. Të ndërtojmë pendën e Dhulkarnenit, pendën shpirtërore për të ndohë prej mileteve që kanë betën mesin tonë dhe në jopin jo siklet, po për shkak që nuk korrigjohen dhe nuk duan, unë kisha pas dëshirë që të reflektojnë dhe të mos morrin karakteristikat e Yexhuj Mexhujit, se Yexhuj Mexhuji ban fesad në tokë, ban ngatresa në tokë. Dhe nuk është mirë me bon ngatresa në tokë, se ngatresat, fesadin, korrupsionin nuk e do Zoti i vërtet, Rabbil Hak. Dhe ne që kemi mbeti jashtë Shqipërisë, shtet, që kemi qenë nën okupimin e slavëve, po thuaj se më shumë se 100 vjet, për shkak se ende vujmë pasojat e atij okupimi, do të reflektojmë dhe ta kuptojmë realitetin siç është. Ta kuptojmë përmes gjuhës shqipe dhe ta kuptojmë se gjuha shqipe ka ekzistu para besimeve kushtimisht i quaj abrahamike, dhe më thonë para asoj që i ka zbrit Mojsiut Taurati dhe para fletushkave të Ibrahimit dhe Musaut dhe para dhjatës re dhe para Kuranit.